Biznesmeni i njohur Begjet Pacolli reagon sërish për bllokimin e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës. Në një status këtë të njëjtën në rrjetet sociale, Pacolli shprehet: sipas informacioneve që na janë përcjell nga takimi i zhvilluar në Tiranë ndërmjet ekipit të avokatëve të Mapgo dhe avokatit të përgjithshëm të shtetit, jemi informuar se janë ngritur shqetësime serioze lidhur me caktimin e masës së sigurimit nga gjyqtarja Nakaj, e cila konsiderohet se është në kundërshtim me ligjin dhe me praktikën e konsoliduar të vendimeve të gjykatës së lartë. Si pasojë e kësaj mase, thot Pacolli, u pamundësua zhvillimi i asamblesë së vijas e planifikuar më datën 6 qershor. Pasojat e këtij vendimi vazhdojnë të ndihen edhe sot, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme dhe vështirësi serioze në funksionimin e shoqërisë. Gjithashtu pretendohet se ky vendim ka inkurajuar grupet që veprojnë në kundërshtim me ligjin, të cilat me çdo mjet synojnë të pengojnë realizimin e projektit aeroportit të Vlorës, thot Pacolli. Për veprimet që Mapgo i konsideron të kundërligjshme nga ana e gjyqtares Nakaj, është bërë kallëzim pranë Spakut. Gjithashtu, sipas informacioneve të marra nga takimi me avokatët, ekzistojnë indicie të dokumentuara se përfaqësues të avokaturës së shtetit i kanë kërkuar gjyqtares të bllokojë zhvillimin e mbledhjes së ortakëve të vijas. Këto rrethana të reja do të vijnë në dispozicion Spakut, thot Pacolli, me qëllim zbardhjen e plotë të fakteve dhe identifikimin e personave përgjegjës për pengimin e realizimit të projektit aeroportit të Vlorës. Po ashtu do të paraqitet kallëzim penal pranë prokurorisë edhe ndaj punonjësve përgjegjës të policisë së Vlorës, të cilët sipas vlerësimit ton nuk kanë marrë masat e nevojshme për zhbllokimin e rrugëve publike dhe të hyrje daljeve në kantierin e aeroportit, duke mos reaguar ndaj akteve të vetgjyqësisë dhe veprimtarisë së rojeve private. Pacolli vijon deklaratën e tij se Republika e Shqipërisë nuk mund të shndrohet në një republikë të rojeve private, ku policia e shtetit qëndron pasive dhe nuk ushtron kompetencat që ngarkon ligji, duke lejuar për shkallëzimin e situatave konfliktuale. Ne kemi besuar në shtetin shqiptar, në institucionet e tij dhe në sistemin e drejtësisë, duke investuar në një vend ku sundimi i ligjit duhet të garantohet dhe ku institucionet publike, përfshirë policinë e shtetit, duhet të përmbushin detyrimet e tyre ligjore. Pacolli thotë se është në interes të transparencës, të shtetit të së drejtës dhe të interesit publik që të gjitha këto rrethana të hetohen dhe të sqarohen plotësisht nga institucionet kompetente, si dhe të identifikohen dhe të mbajnë përgjegjësi të gjithë ata që me veprimet ose mos veprimet e tyre pengojnë zbatimin e këtij investimi strategjik. Pacolli thekson se i bëjmë thirrje organeve kompetente që të mos lejojnë zvendësimin e shtetit ligjor me vetgjyqësinë e grupeve apo individëve që veprojnë në kundërshtim me ligjin, por të marrin masa të menjëhershme për rivendosjen e rendit ligjor dhe garantimin e vijimit normal të punimeve. Mapgo mbetet e përkushtuar për zgjidhjen e çdo mosmarrëveshjeje ekskluzivisht nëpërmjet rrugëve ligjore, me transparencë të plotë dhe në përputhje me legjislacionin shqiptar, si dhe me standardet kombëtare dhe ndërkombëtare të shtetit të së drejtës, përfundon deklaratën Begjet Pacolli.